Dikur trokiste në dyert e gazetës Drita me atë vështrimin e ndrojtur tek shtrëngonte në duar që i dridheshin nga emocioni tufëzat e para të vjershave. Është Ton Zmali, poeti këmbëngulës që të mbush me frymën e poezisë së tij që mban erën vrollatare të maleve të vendlindjes. Por nga vjershat e para kanë kaluar shumë vite. Ku pas ka qenë poeti për gjithë këto vjet? Si ka rrjedhur dëshira e tij poetike? Brezim e pati mundësinë e vështirë të shfaqjes, një ndër ata jam edhe unë, që krijimtarinë time e fillova njësh me demokracinë, domethënë pas viteve 90. Vepra ime e parë, Lulet e Ksenit, që mori çmimin e parë në një konkurs dhe zhvilluar në qytetin e Selanikut, i përmbledh pak a shumë, ashtu siç e ka thënë edhe Diana Çuli që i ka bën parathanjen, e përmbledh në një formë një jetë të huajt. Jeta e Ksenit, Lulet e Ksenit do thotë i huaj në grekisht. Pra Lulet e Ksenit, njeriu që përpiqet të mbjell lule, por don e nuk don ai, lulet e tij akuzohen, quhet Lulet e Ksenit. Një vend të dukshëm në krijimtarinë e tij zë poezia e shkruar në ndikimin e jetës në mërgim, për të cilën shkruan që në vëllimin e parë poetik Lulet e Ksenit, me të cilën fitoi edhe çmimin e parë në konkursin e poezisë në qytetin e Selanikut. Duket se emigrimi nxit një shpërthim për fytyrimesh të fshehura tek shkruan gjatë jetës së tij prej Kseni. Tek shtëpia, ku unë ndodhëm refugjat, ca lule kam mbjellur në vazo, me to që madhem pak e nga pak. Kur jam i vetmuar, ato më shoqërojnë. Për të huaj nuk më din. Kseni nuk më thonë, beson se lulet nuk janë si qeverit. Ato lulet e bukura me rënjë në zemër nëne, me aromë dhimbje e ëndre, me kokra shprese e farza jete, kur nuk do të quheshin lulet e Ksenit. Libri i dytë i Ton Zmalit, Dashuritë të pashijuara, është një klith, një rënkim, por njëherë është edhe një shpresë. Është klith me refugjatit në rrugët e mundimshme të huajve. Por kjo e bën më të fortë dhe e bën poetin e ratisur më të lidhur me vendin e tij, të cilin zemra nuk e lejon ta braktisë. Mall prej zemrën pas ka zënë. Për mrizat, maje bjeshke. Për fladin në nhije ahu. Për këngë maja krahu. Për gurrën me ujë bore. Për ciu-ciun e zogjre. Për të mbledhur shërbele lajthi, për të rokur me shargjin, për të rrotulluar trupat me capin, për të mprehur sharrat me lim, për të aftohur tamblin në bor, për të kuvend me minator, për të përcjell jehonën e malit, çdo qafë bjeshke, çdo maj mali. Ton Zmali është një poet këmbëngulës, shkruan Diana Çuli. Ai vuan, dëshpërohet, gërthet në rrugët e botës që ja kanë helmuar jetën, por nuk mposhtet. Ai përpolitet në poezinë e tij për t'i thënë botës ato që e mundojnë, e gëzojnë apo e hedhin në honet e askundit. Tek veprat e mia, që nga lulet e Ksenit, pra që nga Kseni huaj, që nga honet e askundit, që nga dashuritë e pashijuara, dhe deri tek dy kundra romanet e fundit, është një tendencë e vetë ardhur nga vetë krijimi, e cila tenton t'i thot lexuesit, ashtu siç thot populli, më ruhu nga e keqja se nga mira ruhem vetë. Pra nëse i japim këtë mesazh njeriut, ai sigurisht do ta përcaktoj raportin në mes të mirës dhe të keqes, dhe ky raport është i përjetshëm. Dum e nuk dumne është një raport i përjetshëm. Honet janë e kundërta e maleve, Kseni është e kundërta e njeriu që ti don dhe njeriu që ti e mbështet dhe njeriu që ti e admiron dhe për të cilin i krijon mundësira për një jetë tjetër, por edhe vetë dashuritë e pashijuara e shprehin këtë. Revolta e Ton Zmalit më vonë vjen e merr një tjetër formë të këndvështrimit të tij, kur ai i drejtohet edhe prozës për një gjini jo fort të njohur siç është ajo e kundra romanit. Kështu ai shkruan dy romanit e tij, Ëngjëj Paqej dhe Jeta e vjellagjollasve, të cilat kanë ngjallur debate të shumta. Por si shkruan edhe Camira Matoshi, mjegullan e letërsinë shqipe duhet qarë nga Ëngjëj të guximshëm.
Studiuesi Vasil Vasili, në një studim që ka bërë për romanet tuaja, pohon se e kanë burimin tek legjendat. E ndjeni se legjenda jeton në shumë kollësi? Një vetë krimtaria, mitologjia dhe folklori burojnë përjetojnë legjendën. Legjenda është një formë klasike e pavdekësisë të shkruarit. Ajo vërtet nuk është shkruar, por ajo është shkruar në mendjet e njerëzve, është transmetuar në librat e mendjeve, në gojdhanat, në folklorin, edhe në mjetet e tjera të artit popullor. Ne shqiptarët kemi në këtë drejtim, kemi një pasuri të jashtëzakonshme, ose si që është quajtur klasike në letërsi, është eposi. Eposi nuk është gjë tjetër veç se legjenda e përjetuar nga një popull, edhe ku jeta e atij populli është ul në epos. Kundra romani E ngjy pa qiell ka nocionin e njeriut që jeton në një mjegull. Jeta njerëzore në një mjegull ku pak a shumë ka një ndarje në mes atyre që e mbajnë këtë mjegull, pa qarë dhe të fort, dhe ku nuk depërton do të dielli brenda, dhe veti jeta atyre në mjegull ose mjegullorëve, të cilët përpiqen ta çajnë këtë mjegull. Që nga fillimi i veprës deri në fund të veprës bëhet luftë e përpjekje e gjithanshme, psikologjike, ideore për ta qarë këtë mjegull, por mjegulla ishte pa qashme. Pra askush nuk arriti ta qaj ata. Tashmë jeta poetike e Tënzmalit ka udhën e saj origjinale. Si e gjykoni dorëzimin e veprës suaj si një krijues në duart e një tjetër krijuesi, por që e sheh veprën në një tjetër kënd vështrim? Do të thosha se është kënaqësi e madhe për një krijues që lëmën e tij shpirtërore, atë që ai ka prodhuar nëpërmjet fjalës, ta marrë në dorë pikërisht ai që është krijuesi i vërtet. Dhe unë kam patur kënaqësinë, fatin, dhe mund të them, domethënë, se ndihem mirë, ndihem, si thosh, i kënaqur, që krijues të këtyre kapacitete dhe niveleve e kanë marrë veprën time në përdor, janë shfaqur për të, kanë shkruar për të, dhe kjo më bën sinqerisht të lumtur për vetë krimtarin, por edhe për vetë gjykimin që bën krijuesi për krijuesin. Nuk ka gjë më të bukur, kot nuk thonë, të gjykohet i mençuri. Tënzmali është përfshirë në 2 antologjitë e mëdha poetike të emigracionit, Qejtë e shpirtit dhe Itaka e fjalës.